الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nderuar imam I kësaj xhamie, ju të nderuar hoxhallar kolegë, dhe ju të ndashëm vllazën besimtarë dhe xhamatli, pikë parë ju përshëndesim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun subhanahu wa taala falenderojmë për gjitha mirësitë e tij. E mbi të gjitha e falenderojmë I cili na ka bashkuar në këtë fe dhe na ka bërë pjesëtar të fesë së tij të vërtet edhe fesë vetëm të cilën ai e pranon. Pastaj salavatet dhe selamet tona qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi të gjithë familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë besimtarët të cilët shkojnë sipas sunetit të tij, rrugës së tij dhe porosisë së tij dhe traditës së tij. Siç e dini të nderuar, ligjarata e cila është publikuar me titull Lidhshmëria e veprave të zemrës me veprat e trupit. Është me të vërtet përveç tjera është një ligjarat edhe një temë mjaft e rëndësishme edhe qendrore. Duke pas parasysh faktin se Allahu I madhërisëm ai me krijimtarinë e tij të përsosur ka caktuar që zemra e njeriut, zemra e krijesave të jetë pjesa kryesore. Pra sikurse në aspektin shëndetësor, zemra e ka rolin kryesor. Nëse është zemër e fuqishme, zemër e shëndoshur, atëherë këtë trupi është I shëndosh edhe I fuqishëm. E nëse ka probleme, edhe ka mangësi, edhe ka sëmundje në zemër, atëherë nuk ka dyshim se edhe trupi do të ketë ngecje edhe probleme të rëndësishme. Mirë po subhanallah, edhe në aspektin shpirtëror, Allahu prap e ka caktuar që zemra ta ketë rolin kryesor. Ashtu që e ka rolin kryesor në aspektin shëndetësor, e ka rolin kryesor edhe në aspektin e besimit, edhe në aspektin e veprave të mira. Dhe këtë më së miri na tregon I dërguari Allahut, pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin e tij, I cili thot: "Hala wa inna fi al-jasadi mudghah, idha salahat salaha al-jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb." Pra thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në këto fjalë, thot me të vërtetë në trup është një pjesë e trupit. Nëse ajo është e shëndetshme, këtë trupi do të jetë I shëndesh edhe I mirë. Mirë po nëse ajo është e sëmur edhe e prishur, atëherë I gjithë trupi do të jetë I sëmur edhe I prishur. E ajo thotë zemra. Do të thonë, nëse në aspektin shpirtëror, zemra është e shëndosh, pikë pari me besim, e pastaj me të gjitha veprat e tjera, me të gjitha bindjet e tjera, me të gjitha ndjenjat e tjera, është e mirë edhe e shëndosh, atëherë ai trup do të ketë vepra të mira gjithsesi. Dhe këtë e shpjegon Abu Huraira radhiyallahu anhu në një fjalë të tij, thotë: zemra mund të krahasohet thotë sikurse me mretin I cili ka ushtrin e vet. Thonë zemra është sikurse mreti edhe udhëheci I trupit. Nëse mreti është një mbret I drejtë edhe I mirë, atëherë edhe ushtria, pjesë të trupit do të jenë të mira. Çfarë nuk kupton kjo? Nëse njëri ka zemrën e mirë, nëse njëri ka zemrën e pastër, atëherë nuk ka dyshim se veprat e tij do të jenë vepra të mira. Duke dashur që ta sqarojmë këtë konkretisht, le të kthehemi te fjala e Allahut në Kur'an, sepse kjo fjalë është madhështore, edhe tregon më së miri. Është një ajet e Kur'anit në të cilën Allahu subhanahu wa taala na flet për këtë çështje.
Hëllë thot, hëllëm të rakajfe dharab Allahu methalan kalimetan tajjibah, ka shajaratin tajjibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulli hin bi'idhni rabbiha. Në këtë ajet Allahu na thot, a ke pa se si Allahu e ka krahasuar atë fjalën e bukur me atë pemën e bukur. Pra, cila është fjala e bukur edhe pema e bukur që Allahu na e ka krahasuar. Pra, dietarët e shpjegimit të Kuranit, dietarët e tefsirit, edhe sipas haditheve të pejgamberit kuptohet qartë se është fjala për besimin, se është fjala për fjalën la ilaha illallah, se është fjala për shahadetin. Dhe me thonë, Allahu shahadetin që e ka quajt fjalët e bukur, e ka krahasuar me pemën e bukur. Dhe pema e bukur, konkretisht, është për qëllim hurma. Pema e hurmës. Nga se kjo pemë është specifike, edhe pejgamberi ka krahasuar me besimtarin. Dhe ju ka thonë shokëve të tij në rast, ma të regoni për një pemë, e cila është e rejtë, edhe pemët e saj nuk bien asnjëherë. Dhe me thonë nuk ka asnjëherë, gjithmonë është e gjelbërt. Edhe ka thonë me të regoni se cila është ajo. Edhe sahabët kanë fillu dhe me thonë që të mendojnë se cila mund të jetë ajo pemë e cila krahasohet me besimtarin. Atëherë kur e ka pasur që ata nuk po gjejnë, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë është pema e hurmës. Pra ka thonë është një pemë, trupi i saj është i drejtë, dhe rënjët i ka të fuqizuara, dhe fletat e saj nuk bien asnjëherë, dhe frutat e saj që ndrojnë vazhdimisht. Dhe Allahu subhanahu wa taala edhe pikrisht këtë pemë na e ka krahasuar me besimin. Çfarë është kuptimin që na ka krahasuar Allahu fjalën bukur? E ka krahasuar fjalën e shahadetit. E ka krahasuar besimin me hurmën. Krahasimi është ka se Allahu ka thonë, a nuk i ke pa fjalën e bukur sikurse pema e bukur, e cila është e fuqishme në trunkun e saj. Më thonë besimi, nëse rënjoset në zemrën e besimtarit, ai është i fuqishëm edhe nuk mund ta largojë askush. Domethënë mund ta luftojë besimtarin dikush. Mund ta persekutoj. Mund ta fyej. Mirë, po besimin e tij nuk mund t'ia largojë askush, sepse ai në zemër edhe nuk e ka në dorë askush përposa Allahut subhanahu wa taala. Dhe thot është e fuqishëm në trunkun e saj, ndërsa degët e saj janë të drejtuara ka qielli. Dhe frutat e saj janë vazhdimisht, frutat e bukur. Dhe degët e saj dhe frutat e saj janë për qëllim veprat. Domethënë Allahu këtë besimin na ka krahasuar me një pemë, e cila ka të ungun, i ka fletat degët dhe i ka frutat. Dhe nëse besimi vendoset në zemër, ajeti po na tregon se domosdoshmërisht duhet të jenë edhe veprat. Nëse një besimtar dëshmon se i ka besuar Allahut, edhe thot shahadetin, ai duhet të shfaqet në veprat e tij. Duhet të shfaqet në fjalët e tij. Këtë ka dashur më na thonë Allahu që e ka krahasuar fjalën e bukur imanin, e ka krahasuar me pemë, nga se pema duhet me jap fruta. Edhe besimi duhet të jap fruta, sepse nuk është fjalë kohë vetëm me fjalë. Nuk është vetëm të thuhet valla unë e kam zemrën e pastër të besoj Allahut. Allahu nuk ka thënë kështu. Por na ka treguar se duhet me pasë vepra. Dhe ky është qëllimi i ligjëratës. Nga se veprat e jashtme që i vepron njëri, krejt janë si rezultat çfarë ka në zemrën e tij. Qofshin ato vepra të këqija, qofshin vepra të mira. Ne e shohim shpesh në përmendet një rast, edhe thonë ajo fjala e sinqert, ajo fjala e cila është me zemrës, atëherë ka efektin edhe shkon në zemër. Edhe më thonë ka efektin edhe në dobinë e saj. Pse? Për shkak se në bazë të zemrës e ka thonë sinqerisht. Dhe këtu pra e shohim se sa e rëndësishme edhe sa është lidhje fuqishme në mes të veprave edhe besimit. E kemi pastaj një hadith të pejgamberit alayhi salatu wasallam prapë që na sqaron këtë. Edhe thotë se besimi i ka 70 disa egë. Ega më e lartë
Edhe dega më e fuqishme e besimit është fjala la ilaha illa Allah. Kurse dega më e ulët e besimit është që ta largosh një pengesë për rrugës. Ndërsa edhe turpi është një degë për degëve të besimit. E tash, pejgamberi vetë ka tregu, edhe ka thonë besimi është 17 e disa degë. Do të thonë krejt veprat e mira janë pjesë e besimit. Pra ma e lartë është la ilaha illa Allah me thonë, dhe ma e ulta është me largu një pengesë për rrugës. E tash, që ke fjala la ilaha illa Allah, ose besimi konkretisht në zemër, sa më i fuqishëm që është, sa më i sinqert që është, do të plotësohen edhe veprat e tjera. Nëse është i fuqishëm besimi në zemrën e besimtarit, nëse ka sinqeritet, ai ka me plotësuar edhe degët e tjera të besimit, siç është konkretisht fjala e pejgamberit me largu një pengesë për rrugës. Domethënë mjau hesh njerëzve një pengesë, e cila i pengon ata, kjo është pjesë e besimit. E nëse një person ka mundësi, e shen një pengesë, edhe nuk e hek, i ka një pjesë e besimit. Besimi ti për aq sa ka mujt me vepru një mungon, është i hangët. Po ashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe turpi është një degë për degëve të besimit. Marrë. Domethënë besimtari duhet me qenë i turpshëm, me u turpru, nga se kjo është pjesë e besimit. Nga se turpi, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, sjell vetëm të mira. Prej turpit ka veç hajër. Nuk mund me pas të këqija prej turpit, aty ku duhet me pas turp. Ibn Qayyimi, Allah e mëshiroft, një prej dietarëve të njohur të shpikatur të Islamit, ka thonë turpi gjithsesi është pjesë e besimit, sepse është një moral, është një karakter i cili e pengon njerin me vepru ato të keqen. Prandaj si mos të ketë hajër në turp, kur turpi nuk e lën njerin me bën keq. Edhe për këtë pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë në hadithin e tij, prej fjalëve që janë trashëguar pejgamber pas pejgamberi, është edhe fjala idha lam tastahi fasna ma shi. Nëse nuk ke turp, bëj çka dush. Pra njeri, nëse nuk ka turp, mos e çudit. Çfarë do të vepron mos e çudit, se s'ka turp ai. Do të njeri i turpruar, natyrisht që frenohet prej kësaj. E kjo është pjesë e besimit, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe tani, që e kemi pa se veprat e jashtme gjithsesi janë të lidhura me ata që njeri ka në zemër, qoftë e mira po e keqe. Atëherë këtu e shohim se sa është e rëndësishme që besimtari të përpiqet që ta pastrojë zemrën e tij, që të pastrojë veprat e tij, që të punoj për të përmirësuar zemrën e tij, edhe të gjitha ato vepra që janë në zemër duhet të përmirësoj në mënyrë që të përmirësohet edhe në aspektin e jashtëm. Është një hadith e pejgamberit shumë interesant. Ka qenë në një thubim me shokët e tij, edhe i ka ardhur shpallje. Padyshim që pejgamberi alayhi salatu wasallam ka folur vetëm në bazë të shpalljes që Allahu ja ka shpallur. Edhe i ka thonë shokët e tij, tash do të vijë një person i cili është me imanorëve të xhenetit. Edhe ka hyrë një shok i pejgamberit, një sahabi. Tash një prej sahabëve ka thonë, me qëllim e kam përcjell atë shok të pejgamberit se kush është ai, edhe çfarë veprash ka bo ai që pejgamberi ka thonë ky është prej banorëve të xhenetit. Dhe thotë kam shku musafir te ai në shtëpi, vetëm me pa se çfarë ibadetesh është ka bën, çfarë lutjesh është ka bën që ky është banor i xhenetit duke qenë gjallë hala. Thotë kam shku 3 ditë si musafir te ai, por nuk kam pa diçka të veçantë prej veprave për ibadeteve të shumta. Dhe në fund thotë nuk jam duru pa e pyet, o filan, çfarë punë ke bë që pejgamberi alayhi salatu wasallam ti para se me ardh aty te na, tha tash kam me ardh një banor i xhenetit. Ai thotë vallahi nuk kam vepra të mira të shumta, vetëm se në zemrën time nuk e kam asnjë urrëtie, edhe në zemrën time nuk e dëshiroj asnjë të keqe për kërkon për muslimanëve. Apo e shohim? Nëse e ka aqata, e ka krejt pasurinë. Sepse një person, nëse nuk ka të këqija këto, para vllazërit e tij, nëse nuk bën urrëtie, hased për tjerët,
atëherë nuk ka me vepru as keq. Veç një person i cili nuk të don të mirën, ta bën të keqen. Veç një person i cili në zemrën e tij nuk ka të mira për ty, vetë ai të bën të keq. S'mundet ndryshe. Dhe këtë prapë po kthehemi, nuk mund të largohemi asnjëherë prej mësimeve të pejgamberit alayhis salatu wassalam. E ka treguar në mënyrë madhështore, ka thonë bi hasabi imri'in min ash-sharr an yahqira akhahu al-muslim. I mjafton si sherr njerit me pas, mos me pas kur gjë sherr tjetër. Vetëm këtë sherr me pas i mjafton. Ka thonë çka? Me nënçmu vllahun e tij musliman. Çka shkurt e ka përfuqizuar pejgamberi sa. Mjafton. Veç me pas nënçmim ndaj tjetrit, ti kur gjë tjetër mos e pas mjafton si e keqe. Pse? Të natyrisht, nëse nënçmon muslimanin, ti nuk i më bëj hesapat. Natyrisht që nëse nënçmon, nuk i më jep përparësi kërkon. Natyrisht që nëse nënçmon, kimi bëj edhe padrejtësi. Natyrisht që nëse nënçmon, kimi hidhen hak, se e ke nënçmu. E ke konsideru veten më të mirë se ai. Prandaj krejt sherrri vjen prej nënçmimit. E ajo është në zemër, vepra e zemrës. Nëse njeri këtu nuk është i mirë në raport me tjerët, mos prit se ka mujt me qenë edhe veprat e tjera të mira me të. Prandaj, është e çuditshme edhe e gabueshme në përgjigje e disa personave, nëse i këshillon, për shembull konkretisht e këshillon dikon për ta namazin, i thu kujdesu që ta falë namazin, është shtyllë për shtyllave të Islamit, Allah thotë çfarë? Me rëndësi emran me pas mirë, edhe thotë kjo është më e rëndësishme. Po, në e pam, në bazë të ajeteve të Kur'anit, edhe haditheve të pejgamberit, nuk është e mjaftueshme me thonë zemrën e kam të mirë, sepse Allahu nuk e kalon me kaq. Sepse gjithkush kishte me dalë që më thonë zemrën e kam të mirë. Edhe ai kry puna. Po Allahu i ka testuar njerëzit, i ka qitë provim. Ka thonë nëse jeni ata të cilët po thoni në zemrat e mira, atëherë çini veprat. Duhet të vërtetohet me vepra. Allahu në Kur'an ka thonë qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Thuaj o Muhammed, atyre të cilët po pretendojnë, edhe po thojnë se e dojnë Allahun, thuaju ti atyre nëse jeni ata të cilët e doni Allahun, shkoni mas pejgamberit. Nëse shkoni mas pejgamberit, nëse pasoni rrugën e tij, atëherë Allahu do t'ju dojë edhe do t'u falë mëkatet. Po dietarët e Islamit kanë thonë që ky ajet është test, që ky ajet ka qenë një provim i cili i kanë provuar njerëzit, i ka qitë në test se a kanë dashurinë ndaj Allahut të vërtetë apo nuk e kanë. Allahu ka thonë tregoni veprat. Një person në cilët pretendon se don Allahun edhe krijuesin e vet, ai duhet të shkojë sipas udhëzimeve të pejgamberit alayhis, nuk duhet t'ia kthej shpinën. Pra duhet gjonët të vërtetohen me vepra të jashtme për të treguar se çfarë kemi në zemrën tonë. Nga kjo e shohim se të gjitha veprat e zemrës duhet të përpiqemi që të përmirësojmë. E kryesore që do të përpiqemi të përmirësojmë është sinqeriteti. Sinqeriteti është në zemër, është një çështje e fshehtë, veç Allahu mund me ditë. Besimtarët falen. Mund të falen në insaf, afër njëri tjetrit. Edhe ne i shohim se të gjithë po falen. Ne i shohim se të gjithë duke rënë sejdë. Mirë po sinqeritetin e tyre. Parolën e tyre për Allahun ne nuk e shohim. Nuk e dim se cili prej tyre është më i sinqert se tjetri në namazin e tyre. Por e dim që pejgamberi ka thënë në hadithin e tij, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Ka thonë me të vërtetë veprat merren në konsiderat te Allahu vetëm sipas niyetit edhe sipas sinqeritetit. Allahu vetëm kështu i merr veprat parasysh, se sa ato janë të sinqerta. Prandaj ka thënë Allahu nuk e shikon as në pamjet e juaja, as nuk e shikon pasurinë tuaj, mirë po e shikon zemrat e juaja, edhe veprat e juaja. Sinqeriteti është çështja kryesore nëpërmjet të cilës besimtari arrin që me vepra të pakta me fitu të Allahu shumë. Sinqeriteti një vepër sado që të jetë e thjeshtë, sado që një vepër të jetë modeste, nëse është e sinqert vetëm për hir të Allahut, atëherë Allahu subhanahu wa taala është problem pa kufi. Prandaj në ajet e kemi fjalën e Allahut, mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba anbatat sab'a sanabil. Allahu thotë shembulli i atyre që shpenzojnë në rrugën e Allahut sinqerisht. Ata të cilët pasurinë që Allahu ja ka dhënë, një pjesë
e japin për hir të Allahut, mirë po vetëm sinqerisht. Allahu thotë shembulli i tyre është sikur se shembulli një kokre të grunit, nëse e mbjell atë, prej saj min 7 kalli. Edhe secili kalli i ka nga 100 kokra. Me shpërbime, Allahu kështu e ka krahasu. Pra Allahu shpërblen kur e mbjell tokën me pak kokra, me sa, me 200-300 kg farë, pas një kohë sa do t'i marrësh prej saj. Kështu është edhe ata të cilët shpenzojnë për hir të Allahut vetëm një kokër, prej saj Allahu shpërblen 700, vetëm për shkak të sinqeritetit. Çështja tjetër duhet besimtari ta rregullojë dashurinë për hir të Allahut, dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një besimtar i sinqert asnjëherë nuk duhet me pranu, asnjëherë nuk duhet më dorëzu, vetëm se çetaj dashuria për Allahun duhet jetë para çdo gjëje tjetër. Çfarë mund të pretësh një njeri i cili dikon prej krijesave e don më shumë se krijuesin e vet, pasurinë e vet, familjen e vet, ose e don karrierën, ose pozitën, më shumë se sa Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, çfarë suksesi pret prej tij? Po është me dash pejgamberin alayhi salatu wassalam, më shumë se çdo kënd tjetër dhe më shumë se sa vetën. Kjo është një prej veprave bazë të zemrës që duhet ta rregullojë besimtari, që duhet ta përmirësoj. Dhe dashurinë pastaj ndaj besimtarëve. Dashurinë ndaj njerëzve të mirë, ndaj njerëzve të sinqertë. Dhe duhet të ketë frikë edhe shpresë te Allahu subhanahu wa taala. Edhe kjo me zemrës. Mirë, duhet të rregullohet në mënyrë që të rregullohen edhe veprat e jashtme. Besimtari ka frikë edhe shpresë te Allahu, të dyja së bashku, nuk mund të ndahen. Ne pak më herët e falëm namazin e Yacis. Dhe pa dyshim që namaz e kemi falë me frikë, edhe kemi falë me shpresë. E kemi falë me frikën, duke u kujdes, mos më na hiq Yacia nga frika se Allahu do shkoj. Por e kemi falë edhe me shpresën se Allahu do të na shpërblet dhe do të na pranojë namazin. Do të thonë frika edhe shpresa te Allahu, ajo frika dhe shpresa reale cila është, e cila të shtet me punu. Nuk është vetëm me pas, do të thonë shpresë, edhe të mos veprosh. Mirë, po shpresa te Allahu duhet me të shtim me punu sa më shumë. Pse? Ti përderisa i shpreson shpërbimet e tij, atë do të punosh edhe më shumë që ti arrish ato. E përderisa edhe i friksohesh dënimet e tij, atëherë ti kujdesesh që ti krysh urdhrat e tij dhe të largohesh prej ndalesave të tij. Edhe kjo është një prej veprave të zemrës. Edhe pastaj bindja. Besimtari do të më qenë bindur me zemrën e tij, në besimin e tij, në Kur'an, në hadithet e pejgamberit, në kushtet e imanit. Allahu subhanahu wa taala ka thënë bil akhirati hum yuqinun. Besimtarët janë ata të cilët në ahiret janë të bindur. Nuk ka thënë besojnë. Nuk ka thënë Allah besojnë në ahiret besimtarët, por ka thënë më tepër se kaq. Janë të bindur. Domethënë nuk e kanë asnjë pikë dyshimi se do të ringjallën dhe do të llogaritën para Allahut. Edhe këtë bindje, dikush e ka më të fuqishme, dikush më të dobët, e natyrshme është kjo. Por a duhet që kjo të fuqizohet gjithsesi e vazën? Por derisa Allah subhanahu wa taala na ka thënë aq ajete, kemi aq fakte që Allah azza wa jalla do të na ringjallë. Atëherë pse të mos e shtojmë nga bindja? Sepse kjo bindje do të na shtojë veprat e mira, vallahi. Allah subhanahu wa taala ka thënë ضربنا له مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Për ata jo besimtarët, të cilët nuk kanë bindje, edhe nuk kanë vepra të mira në zemrat e tyre, ata nuk i besojnë ahiretit, edhe bindjen këtu nuk e kanë. Edhe Allah ka përmend shembullin e tyre, thotë ka prej tyre, të cilët kanë thonë kush është ai i cili do të na gjallë pasi që të vdesim edhe të kalbemi. Pasi që të vdesim edhe të kalbemi, ata kanë thonë nuk është e mundur më ringjallë prap. E Allahu ja ka kujtu këtij njeri që mendon kështu, edhe ka thonë wa nasiya khalqahu. E ky e ka harru herën e parë që është krijuar. Po të herën e parë nuk ekzistou hiç me kurrë. Dhe Allahu të sjellë me këtë qenie të përsosur,
e tash po don me qenë dyshime, me thonë se është e pamundën mas e vdes edhe të kalbet trupi, marrin gjallë. Allahu ka thonë, ky njeri ka harru që shka ardhë herën e parë në këtë botë. Më thonë, besimtari, kështu duhet me qenë një indur. Çfarë argumente është ka pru Allahu subhanahu wa taala. Dhe bindja nuk duhet me qenë e lohashme, pra. Ka për njerëzve, Allahu na ruaj, shpesh përsëritet ajo fjalë, fatkeqësisht, të cilët kanë dyshimin e zemrën e tyre, edhe thojnë, kush u kthy për atje me na kallëzon. E që ti personi i thotë, ky nuk ka bindje, nuk është i bindur në ahiret, që është shtyllë për shtyllave të islamit. Edhe fatkeqësia është se ky shpejt harron marrë kusht për unë i ty. Masi su kthy kërkush, po kusht për unë i ty këtu. E qaj që të ka pru, Allahu ka thonë, është edhe më lehtë për neve që të rinjallën. Pra më thonë, qëllimi vëllazën, në këtë formë do të afongjizojmë imanin ton, bindjen ton, dashurin ton në Allahu subhanahu wa taala, dhe të mos e zgjas. Dhe të kujdesemi dhe të largohemi nga veprat e këqija të zemrës. Nga se prej tyre ndel çdo e keqe si shtat më herët. E prej tyre është syfatësia. Syfatësia është në çështje e brendshme. Mirë po ajo është sebeb që Allahu subhanahu wa taala të bëjë si amër parasysh vepra njerit. Nëse njeri ka syfatësi, më thonë një grynë veprat e mira, por dikon tjetër, atër natyrisht që Allah azza wa jall nuk ja pranon. Ka thonë në një hadith të tij pejgamberi alayhi salatu wasalam, mas shumë të friksohen për ju, ka thonë për shirkun e msheft. E ka thonë cili është ai shirku msheft i dërguari i Allahut. Ka thonë është një lloj syfatësie e lehtë. Njeri falet për Allahun, mirë po kur e shet që po e këshir dikush, atë thotë e zbukuron pak që më paj. Tash çajo pjesa e zbukurimit të namazit është syfatësi. Nuk e ka zbukuru pse Allahu po e sheh, po e ka zbukuru pse po e sheh tjetri. Tash çet pjesën pse e ka zbukuru namazin për dikon tjetër, Allahu nuk ja pranon. Natyrisht Allahu ja pranon namazin. Mirë po pse ajo mundu me hjeshu për dikon, çat hjeshimin e namazit në vend se me bu për Allah, e ka bu për tjetërkon, Allahu nuk ja pranon. Prandaj syfatësia është mjaft e rrezikshme që është e kundërta sinqeritetit. Po ashtu është me imadhësia. Me imadhësia është një çështje e brendshme e zemrës. Mirë po që ajo rezulton me vepra shumë të këqija. E kanë pyet pejgamberin alayhi salatu wasallam çka është me imadhësia? Ka thënë me imadhësia është që ti nënçmojsh edhe ti përbuzësh njerëzit. Nëse ti e ke përbuz, nëse ti ke nënçmu atë tjetrin, atëherë natyrisht që ti do të jesh i keq ndaj tij në çdo aspekt të mundshëm. Prandaj duhet të largohet, edhe për këtë pejgamberi ka konsideruar prej mëkateve të mëdha. Edhe Allah azza wa jalla ka çortu mbi të gjitha këtë cilësi të keqe, sepse në njëri mendje madh Allah azza wa jalla ka thënë in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi. Ata mendje mbajt, mendje madhsinë kanë veç këto. Mirë po ato që Allah arritin në vetën të mëdhej, ata nuk mundën me arrit, sepse nuk janë të mëdhej. Ata janë njerëz krijesa, kanë me përfunduar në vdekje, edhe kanë menduar para Allahut. Prandaj ka thonë me ndihmësia Allah azza wa jalla ka thonë vetë diçka që ata e përfitojnë në zemrat e tyre. Mirë po nuk mund të arrijnë ato që po mendojnë se janë. Allah azza wa jalla ka thonë po mos esën tokë me ndihmësi, sepse edhe nëse esh me ndihmësi, ka thonë nuk mundesh me arrit lartësinë e aleve. Edhe nëse esh me murje me ndihmësi, nuk mundesh me çat tokën me hapat e tut me ndihmësisë. Pra je i dopt. Për këtë arsye domethënë njerëzit me ndëmdhej, ata vetëm e mendojnë çashtu, por në realitet nuk janë kërkushi. Por në realitet janë njerëzit më të nënçmuar te Allahu, edhe janë njerëzit që thotë nëse nuk vendohen për kësaj cilësie, më thonë ka frikë se do të jenë nën kërcënimin e Allahut. Dhe në fundit është hasedi. Prej sëmundjeve më të rrezikshme të zemrës është hasedi. Me pas ili për tjetrin. Mos me pas qef me pa mirë për tjetrin. Ose me pas dëshirë që të mirat që i ka i tjetri, me ju hek, me u largu çdo mirë që e ka i. Kjo është vepër edhe sëmundje e zemrës, mirë po mundet më shfaqë rezultatet e saj edhe në vepër. Njëri i cili është hasedxhi,
Çdo të mundshme ka po vetëm me pengu të mirën të tjetër. Në mënyrat më të ndryshme, të mundshme që ka mundësi i bëj do t'i veproj. Prandaj Allah subhanahu wa taala ka thënë wa min sharri hasidin idha hasad. Në surën Al-Falaq, qul a'udhu bi rabbil falaq, në fund ka thënë wa min sharri hasidin idha hasad. I kërkoj Allahut mbrojtje nga sherri hasedjiut kur ai bën hased. Wallahi kur ka në zemër hased, nuk ka qenë me pa tjetër mirë, veç duhet me thonë Allah të rumë për ti. Prandaj Allahu në ka sjellë këtë sure, edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadithet e tij na ka mësuar se duhet me thonë shpesh, pas namazeve, në sabah, në akşam, me lezu në surë, në recate. Shumë përsëritet sipas suneteve të pejgamberit gjatë ditës kjo sure, sepse njerëz të cilët kanë sëmundje në zemrat e tyre ka shumë. Dhe vetëm Allahu është ai i cili na ruan prej tyre. Dhe këtu e shohim sa rrezikshme është nëse njeri ka rënë në këtë pozitë, nëse njeri ka rënë në këtë situatë, nuk e ka pastruar zemrën e tij, nuk e ka rregulluar zemrën e tij, nuk i ka hiq veprat e keqe të zemrës dhe mi sjell dhe thonë ato që janë të mira. Në fund lidhur me këtë pa mbyllet me një fjalë të Allahut subhanahu wa taala, i cili thotë yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Në ditën e gjykimit, njeriut nuk kam i kry punë, as pasuria, as familjet e tij, por veç kam i kry punë nëse ai ka pas zemrën e mirë, edhe ka pas zemrën e pastër. Nëse ai ka pas zemrën e mirë dhe zemrën e pastër, në kuptimin e jetës është i ka pas të gjitha veprat e tjera të mira. Prandaj që ky ka me pas të mirat e Allahu subhanahu wa taala vetëm për shkak të zemrës së tij të mirë dhe të pastërt. Elusim Allahu subhanahu wa taala që t'i pastrojë zemrat tona. Elusim Allahu subhanahu wa taala që të na jap sukses në rrugën e tij, që të na jap sukses në ibadetet e tij. Na bani Allah e gjatëm pat. Elusim Allahu subhanahu wa taala po ashtu që të na bëjë dobi për këtyre fjalëve që e përkujtojmë njëri tjetrin me to. Allahu subhanahu wa taala i shpërblet me të mirat e tij, u takofshim inshallah hera tjera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.